Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj e ka kuptuar sa rëndësi ke ti për atë? Pra, personi i zemrës tuaj, a e ka kuptuar sa e rëndësishme je ti për atë në këtë moment? Ushtari i monedhës dhe vjeta e monedhave më tregon që personi i zemrës tuaj e ka kuptuar thellë se sa rëndësi ke ti për të. Ai do të krijojë një të ardhme me ty, por do të jetë i sigurt dhe hapa të jetë ngadal, jo me shpejtësi. Sepse dyshi i kupave më tregon që këtë lidhje ai do ta ketë një gjë të mrekullueshme, një gjë të çmuar në jetën e tij. Pra dyshi i kupave më tregon një lidhje shumë serioze, një lidhje që do një përfundim. Pra vjeta e monedhave tregon përfundimin me sukses, me gjëra të mira të kësaj historisë tuaj, sepse për ju jeni të dy shumë të rëndësishëm për njëri tjetrin. Pra dhe ti dhe personi i zemrës tënde jeni shumë të rëndësishëm për njëri tjetrin, nuk bëni dot pa njëri tjetrin. Por ky person do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës tij. Një kapitull që do të ketë një fund dhe të filloj një ringjallje, diçka të re, pra një jetë të re me ty, gjithmonë gjëra të reja, sepse në kullën e tij ky ka pasur probleme, dhe këto probleme do t'i mbylli. Është një person shumë i drejtë në këtë histori të bukur dashurie dhe ti për të ke shumë rëndësi. Ai të shpreh pasionin me fjalë, me mesazhe, gjithmonë dhe kërkon të vi të të takoj. Hyrton pikali dhe vjen për të takuar dhe për të shprehur se sa e rëndësishme je ti për këtë person, sa rëndësi ke ti në jetën e tij. Ti shpreh me fjalë dhe me vepra. Me kë rezonon? Me kë gërm? Të emrit apo të mbiemrit tuaj, me gërmën I, J, gërmën N, gërmën U, R, L, Q, S, H, E, Z, T, Zh, Y, D. Faleminderit shumë, më falni. Dhe shenjat e horoskopit: Ujori, Peshore, Ligjëresh, Luan, Akrep dhe Binjak. Faleminderit shumë, miqtë.